Tetova është qytet I zejeve të vjetra dhe unë jam këtu në një këpuctari ku do flasim me një këpuctar shumë të vjetër, me një tradit e cila daton prej shumë viteve, edhe pse kohët industriale ndoshta e pengojnë pak a shumë këtë zeje të veçantë. Kur flasim për këpucët sot, shpesh I mendojmë si pjesë të modës, si aksesor që duhet të kombinohen me rroba, me çantën, me stilin, por në fakt historia e këpucës është shumë më e thellë, shumë më e vjetër dhe shumë më e rëndësishme se sa thjesht diçka për të dukur bukur. Që nga koha kur njeriu nisi të ecë tokës zbathur e të ndjej vështirësitë e natyrës, u shfaq edhe nevoja për të mbrojtur këmbët. Dhe, pikërisht, aty nisi ky zanat, I cili kaloi brez pas brezi, u përsos dhe u kthye në një mjeshtëri të vërtet. Edhe tek ne, këpuctaria ka pasur kote veta të arta. Dikur, mjeshtrit e këpucëve ishin ndër njerëzit më të kërkuar në qytet. Punonin me dorë, me kujdes të jashtëzakonshëm për çdo detaj. Mjaftonte të hyje në një punishte dhe ndjeje menjëherë aromën e lëkurës, tingullin e veglave të punës dhe mbi të gjitha, një respekt të madh për zanatin, sepse aty nuk prodhoheshin thjesht këpucë, por punohej një pjesë e identitetit të atij që I vishte. Por sot është tjetër histori. Këpuca është bërë produkt masiv, prodhohet me mijëra copa në fabrikë, shpesh me materiale që mezi mbijetojnë një sezon, dhe mjeshtëria duket sikur po zbehet dal nga dal. E pra, pikërisht këtë duam të kuptojmë sot. Si është jesh këpuctar sot? Çfarë ka mbetur nga ajo trashëgimi që dikur e mbante këtë zanat me shumë krenari? A ekziston akoma puna e dorës, ajo që e bën ndryshimin mes një këpuce që e haron shpejt dhe një tjetre që e shoqëron për vite? Tu jemi me zotri Sulejman Amdion, me cilin do flasim për këtë zeje të cilën e mban dhe e kultivon me vite. Unë jam këtu në këtë ku punoj tash, jem 40 vjetë, por si fëmijë 15 vjeçar, këm shku si qirak, ne thojmë të si nxënësi, këm punu në punën e shtetit si këpuctar, Mishka I thoshin një kohë, pas 10 vjetëve që le këtë këpuctarin, këtu jem për vitit 84, 1984, deri tash, 40 vjetë, tash jem pensioner që 2 vjetë, me tradit jam këpuctar, babën e kam pas këpuctar, vllaun e kam këpuctar, edhe unë vetë jam këpuctar, edhe djemtë e vllaznive njënin djalë e kam këpuctar, e tash me kënaqësi e punoj këtë punë, kam shumë merak e kam, edish, du të thomë që jam me të dyqanxhit që janë, unë vi herët, gjithmonë në ora 8, deri si bona penzion, deri në ora 4, punoj me shumë qejf, si thonë, e punoj këtë zanatin, që kështu. Ju keni ngel në traditat ashtu si kanë qenë më herët. Si që shofim edhe tradit familjare e keni. Gjithë familja merreni me këtë zeje të veçantë, e cila ngadal ndoshta edhe po humbet. A është ajo se është e rëndë kjo zeje? Sa duhet tjetë? Jo, kjo zeje nuk është e rëndë, por tash kur thirrim nxënësit vinë ose qirakët nuk ka perspektiv, a kjo zanati është shumë I lehtë. Për 1-2-3 muaj mund ta marrësh këtë profesion, edhe të bësh se tash edhe një gjali vllau tim, ama tash nuk na vin zanës ma, edhe që kështu, ama unë edhe fëmijët e mi janë me shkolla, kështu edhe me shkollat nalta, kështu, janë gjallin e kam dekan I fakultetit arkitekturës, vajzën e kam shku muzein e Maqedonisë, është konservator, një vajzë e kam matematikën e ka sos profesoresh është, edhe krejt me këtë punën, me këtë e kam shkollu, edhe atë krejt në Shkup kanë mësu, qashtu. A mendoni se është një zeje që duhet të kultivohet nëse jo për ju e tha që keni shkolluar edhe fëmijë, edhe më herët, mirë po tash ndoshta edhe kohët moderne I përtojnë një zeje të veçantë, sepse duhet për kushtime dhe kohë, dhe mendojnë që ndoshta nuk është ajo mundësia sikur më herët. Këpuctaria nuk sjell atë lavërdi të mjeteve të cilat mund t'i furnizon. A mendon që ajo është qëllimi I gjeneratës? Këpuctari nuk ka shumë mjete, kështu mendoj që duhen shumë angazhohesh të marrësh shumë makina kështu, dhe kjo është shumë pakës investim do që të qelish një dyqan kështu të punojsh, edhe mendoj se ka punë, ama tash këto të rit nuk e kanë merak shumë, ama ka tash për tash ka një 10 këpuctar në Tetov, ma përpara ka pas mbas 20 këpuctar.
që kanë riparu këpucë. Atash kina mbet një 10 këtu, edhe qashtu. Edhe kina edhe 2 dyqane qera që për riparojmë këpucë këtu në rrugën e kryesore dhe një të eski xhamia aty, e qashtu. Ama jina të punuj, duhet të jina të knaqëm, mund në familjen të mbajmë edhe kështu mendoj me ju ashtu si të në kopukne, ama të se kështu shumë bukur të jetoje. Po. A ndoshta do ju kishit bë ftesë të gjithë të rinjve që të interesojnë edhe me këto zeje të veçanta, nëse jo për profesion, sepse ju thatë edhe fëmijët e mi kanë profesione shumë të mira, mirë po si një aktivitet të cilin ndoshta do e kultivojnë me kohë dhe me gjenerata, sepse ju thatë që jeni 40 vite veçme në këtë profesion dhe në këtë punë, ndoshta edhe gjeneratat e tjera që mos të humbet komplet si... Po edhe une i ftoj disa në zonës që kështu, ama me këto shkollat e mesme që i bon pa tjetër të shkojnë shkollat mesme dhe ne së nëfitojmë në zonës vinë këto të punojnë. Se kur i soshin 8 vjeqaren, babalarët i qojshin në për zanate, atash i qojnë në për shkollat mesme, edhe ne gjithmonë i në të humbë në zonës nuk kena. A i preferoj që i të vinë, që zanate i mirë është, edhe mund përparoje, mendoj që të shkojë një familje të mirë të mbaj. Si ka ndryshuar koha ose interesimi edhe i konsumatorëve edhe njerëzve që riparojnë këpucë, sepse disa thonë, unë derisa ta riparoj një këpucë, më mirë do ta blej të re. Si ka evoluar gjatë kohës edhe procesi i interesimit të konsumatorëve që vinë? Jo, konsumatorët tash ma tepër i riparojnë këpucët, se sa të blenë. Tash janë këpucët e mirë janë 2-3 dinar. A një riparim mund kushtojë 150 dinar, ma e shtrenjta kushton 300 dinar, vetëm edhe mund të tregoj që kjo punë kushton 300 dinar. Po. Edhe kjo mund të shkoj edhe një vjet të mbaj, hiç mos e qese pikame, shkon, mendoj mund të mbaj. Pse di si thëm, me ble, ndoshta... Mashtrita është, ama ma mirë është të riparoje edhe do të shkoj ma gjatë, edish. Cilat janë gjërat të cilat njerëzit i kërkojnë? Ndoshta ngjitja e pllakave, qepja e këpucëve, po edhe zgjerimi se këtë pjesë është shumë disa myshteri që na vinë, jo këpucët i avrasin kamët, i vinë ngushta, kina maqinë kështu që i gjanojmë deri një numër, me kanë 41, mund bëhen 42, t'i gjanojmë, ju varin kështu shtresa për mrenda, kështu ne thojna tabana, disa qera, jo lisa të prishen, qashtu, edhe me ato punët i bëjmë, qashtu, kina. Mua mi vrasin këmbë gjithmonë, këpucët këtu mbrapa. Kam dëgjuar dhe i kam bërë në këpucëtar, pjesën që i ngjesin një farë lloj lëkure, apo një gjë të veçantë, e cila nuk e vret, po. Kjo është shumë e bukur, sepse... Ne kamën manat kështu edhe nuk vret pasaj. Po. Qashtu. Kjo rruga u bo pakës ma moderne, pakës edhe kretë që i kam mështerit, usta mos e ndrështi këneri e kështu. Edhe une si e kam vajzën piktore dhe ajo nuk lesh, konservator, e të nuk ka të ndrysh. Edhe une që kështu e kam lanë, se këto dyqanet janë kretë treja, a dyqanin të me gjëjnë, me dhe ishka një dyqan i vjetër që ati mbas gjyqi edhe vine e gjëjnë. Falimdere dhe juve. Në fund të ditës, të gjithë ecim, dikush më shpejt, dikush më ngadal, por të gjithë kemi nevojë për diçka që na mban, që na mbështet në rrugët tona, dhe jo vetëm në kuptimin fizik të fjalës. Prandaj, është bukur të ndalemi ndonjëherë e të mendojmë për ata njerëz që me duart e tyre kanë ndihmuar që ne të bëjmë hapa të sigurt. Mjeshtrit e këpucëve janë një pjesë e vogël e kësaj historie të madhe të jetës. Ata janë dëshmia se puna e ndershme, e kujdesshme dhe me dashuri për zanatin nuk del kur nga moda, sepse për aq kohë sa do të ketë rrugë për të ecur, do të ketë edhe këpucë për të bërë, dhe për aq kohë sa do të ketë këpucë të punuara me shpirt, hapat tanë do të kenë gjithmonë një histori për të treguar.